6 muaj më parë ishte nënshkruar kontrata në mes kompanisë rajonale të ujësjellësit Gjakova dhe Policisë së Kosovës për bashkëfinancim në realizimin e projektit për ndërtimin e rrjetit dhe stacionit të pompave shtytse për stacionin e policisë kufitare në Qaf Morin dhe Qaf Prush. Televizioni Syri, gjysmë viti pas, ka kërkuar të mësojë më shumë nga KRU Gjakova për ecurinë e këtyre punimeve dhe nëse është siguruar uji për banorët e fshatit Morin, ashtu siç e parasheh projekti. Në një përgjigje me shkrim nga KRU Gjakova, bëjnë të ditur se konsumatorët e fshatit Morin furnizohen me ujë me rrjedhje të lirë nga burimet e Bjeshkës së Babait të Bokës prej disa vitesh. Së fundmi në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, kemi realizuar projektin për furnizimin me ujë të pikës doganore Qaf Morin, i cili përfshin ndërtimin e rrjetit dhe stacionin e pompave shtytse. Po ashtu kemi pranuar një kërkesë për kyçje nga disa banor që jetojnë pranë kësaj pike. Aktualisht kjo kërkesë është në procedurë shqyrtimi nga departamentet përkatëse. Sapo të kemi një përgjigje ose zgjidhje të duhur, parashtruesit e kërkesës do të njoftohen zyrtarisht nga ana jonë.